Në fillim të shtatorit, dosja për zgjedhjet e kryetarëve të fshatrave në Lezhë do depozitohet në prokurori. Këto e kanë paralajmëruar kryetarit e deri tanishëm të këtyre fshatrave të Majt dhe të Djathtë, të cilët pretendojnë se zgjedhjet janë manipuluar, ndaj ky proces duhet hetuar. Sipas tyre, nuk është reflektuar vullneti i banorëve të zonës, por i disa këshilltarëve që i kanë zhvilluar këto zgjedhje në tavolinë. Nëse prokuroria dhe gjykata e Lezhës do të heshin përballë fakteve, atëherë ankesa e tyre do të përshkallëzohet në grevurie. Janë kërkuar me disa vite burg për këto komisionerë të cilët kanë abuzuar apo nuk kanë abuzuar apo janë akuzuar nga pol. Unë kërkoj shi vetëm pa zgjedhje, unë nuk garanci se ja dalun as dalun, vetëm pa zgjedhje të rregull. Kjo është antiligjore dhe nuk është mirë prit nga asnjë nga banorët e fshatit. Nuk kanë ardhur me bon zgjedhje fare, për shembull në njësinë administrative në Shënkoll, as s'është duk kush atje për të bën zgjedhje, por kanë bën ca lista apo ca letra në për lokale, i kanë paraqit në këshill dhe prej këshillit për fat keq kanë shkuar edhe në prefekturë dhe i ka konfirmuar edhe prefekti që për mua e ka shkel ligjin me 2 kamët. Nuk delet kërplagu me firma me numra kartet e me gjana, din? Këto dalin të bëm ledhet në për çdo lloj lagjet, në lagje edhe xhirret një kërplak lagjet, masanej del kërplagu i fshatit. Po e them te që e përcakton ligja qartë që zgjedhjet të bahen në çdo lagje. Këta i kanë bërë këtu. Partia Demokratike ka marrë përsipër mbështetjen me ekspertët e saj ligjor. Kryetari i Partisë Demokratike, por edhe sekretari i grupit shqiptar i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, sepse nëse cenojmë votën nga qeliza e vogël që është fshati, besoj se po rënojmë dhe po cenojmë demokracinë shqiptare, që ka 25 vite që është tu cenuar. Po ndodh një gjë që nuk ka ndodhur 25 vjet. Ulen ca persona në një lokal, marrin ca firma, edhe thot unë kam dal kryetari i fshatit X fshat. Do të jenë organet e drejtësisë në Lezhë që do të përcaktojnë ligshmërinë e këtij procesi të paprecedent.